E papritur, Meloni nuk humb kohë. Italia mbyll kufi detar dhe ajror me Spanjën, pezullon Schengenin. Qeveria italiane njoftoi të premten se ka vendosur të pezullojë regjimin e lëvizjes së lirë me Spanjën, i parashikuar nga marrëveshja e Schengenit për shkak të krizës në Keuta pas hyrjes së 10 mijëra shtetasve maroken në këtë territor. Që prej të njëjtës ditës së parë të krizës, Italia kishte kritikuar në nivelet më të larta veprimet e Spanjës. Ministri i Jashtëm Antonio Tajani dhe kryeministria Giorgia Meloni paralajmëruan për mundësinë e pezullimit të zbatimit të rregullave të Schengenit. Italia nuk do të qëndrojë duar kryq, deklaroi kryeministria Meloni, duke i cilësuar tronditse pamjet e ardhura nga Keuta. Edhe kreu i diplomacisë italiane në një reagim të tij tha se pamjet nga Keuta tregojnë se vendimi i qeverisë së Madridit për t'u dhënë shtetësi spanjolle dhe rrjedhimisht europiane më shumë se 500.000 emigrantëve të parregullt ishte thellësisht i gabuar dhe se kjo inkurajon trafikimin e qenieve njerëzore. Në të njëjtën çështje reagoi edhe presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, e cila deklaroi se nuk do të lejojë maskën të hyjë në Bashkimin Evropian pa respektuar rregullat tona. Ajo theksoi gjithashtu se kalimet e rrezikshme duhet të ndalen menjëherë dhe rrjetet e trafikantëve duhet të shkatërrohen. Ndërkohë Franca dhe Gjermania u zotuan se do ta ndihmojnë Spanjën nëse ajo do të kërkonte një mbështetje të tillë. Në anën tjetër, Danimarka përmes kryeministres Mette Frederiksen vlerësoi se Bashkimi Evropian duhet të shqyrtojë mundësinë e pezullimit të disa rregullimeve të marrëveshjes së Schengenit pas ngjarjeve në Keuta. Edhe nga ana tjetër e Atlantikut, Donald Trump e përdori krizën në Keuta për të sulmuar kundërshtarët politik demokrat, duke thënë se kjo pamje duhet të mbahet mend pasi kështu do të jemi pas 3 vitesh nëse fiton pala e gabuar. Ndërkohë autoritetet spanjolle njoftuan se të paktën 57 persona kanë humbur jetën gjatë përpjekjes për të arritur në Keuta. Nuk përjashtohet mundësia që të ketë edhe viktima të tjera në anën marokene të kufirit. Disa prej tyre u mbytën, ndërsa të tjerë humbën jetën pasi u shtypën nga turma gjatë përpjekjeve për t'u ngjitur në strukturën mbrojtëse detare që shërben për të mbajtur gardhin kufitar.